Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjen më të dhimbshme të Bleona Matës, një ngjarje që në fakt po trondit të gjithë opinionin. Ditën e sotme, i ftuar në emisionin Pa Gjurmë me Odeta Dumen, gazetarja e nderuar Odeta ka hapur dosjen e Bleona Matës, ndoshta gjërat të pathëna më herët. Ne kemi arritur që të flasim me një psikologe për të kuptuar se si mundet një njeri të fshen kaq shumë një të vërtet dhe të mos të ndikohet fare nga realiteti ku ai jeton. Ajo thot kështu: ka ngjarje që nuk mbyllen kurrë, jo sepse nuk kalon koha, por sepse koha kalon dhe e vërteta fatkeqësisht nuk vjen. Rasti Bleona Matës, thot, nuk është thjesht një dosje, nuk është një emër në një arkiv, as një lajm i vjetër që rikthehet her pas here. Është një plagë e hapur në ndërgjegjen tonë kolektive. Një fëmijë u zhduk dhe me të u zhduk qetësia e një nëne, u thye besimi i një familje dhe u erësua një fshat i tërë, por me një Shqipëri të tërë. Psikologjikisht, thot, zhdukja e një fëmije është një nga traumat më të rënda që mund të përjetojë një njeri. Jo sepse ka një fund tragjik të konfirmuar, por sepse nuk ka fund fare. Heshtja është torturë, mosdia është ankth i përhershëm, shpresa dhe frika bashkjetojnë çdo ditë, duke e lodhur shpirtin deri në raskapitjen. Për një nën, kjo do të thotë të jetosh çdo ditë me pyetjen: a është gjallë? Apo vuan? A e thret dikush emrin tim? Kjo gjendje quhet dhimbje e pezulluar, një dhimbje që nuk mbyllet kurrë, sepse nuk ka asnjë përgjigje qoftë më të vogël. Një nga aspektet më të rënda, thot psikologjike, në këtë rast është fakti që dyshimet, heshtjet dhe mos përfshirja vijnë nga brenda familjes. Do me thënë, tani më përfundimisht, zonja Bukurie Veizi dyshon se Bleona është rëmbyer nga brenda familjes, nuk ka të bën me persona të jashtëm. Familja që duheshte të jetë vendi i sigurisë, thot, kthehet në burim ankthi, kur një baba nuk kërkon fare të bijën, as nuk i intereson domethënë për të bijën e tij, kur të afërmit heshtin e çojnë muhabetin krejt në heshtje, kur dikush zhduket bashkë me të vërtetën, kjo krijon një traumë të madhe të dyfisht. Humbjen e fëmijës, humbjen e besimit te njerëzit më të afërt të mundshëm. Psikologët, në formën psikologjike, këtë gjën e quajnë tradhti emocionale dhe një nga plagët më të vështira për t'u shëruar, në një nga plagët më të rënda për t'u shëruar. Nëna e Bleona Matës, thot psikologja e nderuar Elira, është një shembull i një shpirti që refuzon të dorëzohet. Dhimbja e saj, thot, nuk është vetëm personale, ajo është një thirrje për shoqërinë, për institucionet edhe për drejtësinë. Një nën që flet pas vitesh, heshtje, nuk kërkon më mëshirë, ajo e kërkon të vërtetën të madhe, sepse një prind dhe e vërteta më e dhimbshme është më e lehtë se gënjeshtra e përhershme. E vërteta më e dhimbshme, dëgjojeni mirë, është më e lehtë se gënjeshtra e përhershme. Kur raste si kjo mbeten pa përgjigje, shoqëria fillon të mpaket. Njerëzit mësohen me padrejtësinë, me fjalën dosje e pasbardhur. Është shumë e logjikshme, do me thënë,
Njerëzit mësohen me padrejtësinë me përditshmërinë dhe i vej një emër kësaj duke i thënë që kjo është një dosje e pasbardhur. Por psikologjikisht, çdo rast i pasgjidhur dërgon një mesazh të rrezikshëm. Mund të ndodhë dhe askush nuk mban përgjigje në asnjë mënyrë, dhe kjo krijon frikë, mosbesim edhe në aspektin kolektiv. Bleona Mata sot nuk është vetëm një emër, ajo është simboli i fëmijëve të pambrojtur, nënave që nuk flen natën, drejtësisë që vonon, por nuk duhet që të hesh në asnjë mënyrë. Çdo fëmijë meriton që të rritet i sigurt, çdo nën meriton një përgjigje të vetme, çdo shoqëri meriton të jetoj pa frikën se e vërteta mund të varoset dhe mund të mos del fare edhe pse unë nuk e besoj. Kjo histori nuk kërkon sensacion, kërkon ndërgjegje, kërkon guximin, kërkon që ne të mos kthejmë kokën nga ana tjetër. Sepse kur një fëmijë zhduket dhe ne heshtim, një pjesë e njerëzores në ne zhduket bashkë me të. Bleona Mata, nëse diku e di të vërtetën, heshtja nuk është mbrojtje, është faj. Drejtësia mund të vonoj, por e vërteta nuk haron. Dhe ne nuk duhet të harojmë në asnjë mënyrë. Unë në fakt e përgëzoj zonjën Odeta Dume, gazetaren e nderuar, sepse ka nga ato njerëz që mund të thonë që Odeta e rikthen këtë rastin për ta përdorur. Jo, nuk ka të bëjë në asnjë mënyrë me përdorjen. Odeta e rikthen këtë rastin sepse nëse Odeta nuk e flet këtë rast, nëse Odeta nuk e komenton këtë rastin, ky rast do të zhduket dhe fajtorët do të jenë të lirë, do të jenë të qetë, që fajtori të ndjet në siklet. Ne nuk duhet të ndaluar zërin, se në momentin që ne heqim dorë, tërhiqemi nga e vërteta, tërhiqemi nga ngjarja, fajtori lirohet. Dhe ne e lejmë fajtorin të jetë i qetë, ne duhet ta bëjmë fajtorin që të jetë non-stop në siklet për ta kuptuar që ne e kërkojmë. Dhe e vërteta një ditë do të del. Dhe njerëzit të cilët janë të guximshëm, i trokasin tavolinës dhe vazhdojnë dhe kërkojnë, me patjetër që marrin atë përgjigje që ato e duan, qoftë edhe mbas 50 vitesh. Andaj, unë them që le t'i ndihmojmë zonjës Bukurie të gjithë, është hapur dhe një GoFundMe, investoni ke ky GoFundMe për ta ndihmuar këtë zonjë të nderuar, që kjo zonjë e nderuar të afrohet sa më afër vajzës së saj, sepse e vërteta do të vonoj, por nuk haron kurrë, dhe për këtë gjë të jeni të bindur të gjithë dhe të jeni 100% domethënë të besimit që një ditë Bleona do të jetë sa më afër nënës së saj, dhe këtë sinqerisht në këndin e gazetarit ja uroj me gjithë shpirt dhe ja uroj me gjithë zemër zonjës Bukurie.